Si ka mundësi që kjo parti, pavarësisht humbjeve, kapet gjithnjë më fort pas liderit. Si ka mundësi që nuk del një njeri, një grup njerëzish brenda asaj partie, që të organizohen dhe ta përmbysin Berishën. Ose edhe kur ndodh, dështojnë në mënyrë spektakolare dhe masanej kthehen si qenë të rrahur po te Sali Berisha. Siç ishin këta, ish deputet e Lulzim Bashës. Po. U kthyen gjithë, i hëngrën fjalët e tyre, na fal, tha, na bë edhe një herë deputet. Dhe problemi i madh i PD-s, që s'ka për ta zgjidhur dot kurrë, dhe PD-ja prandaj është destinuar të vdesë si parti. Unë e them këtë, mund të jetë thënie guximshme, po unë e them këtë gjë, është se me Sali Berishën ajo parti fundoset. Është duke u fundosur, zgjedhje mbas zgjedhjeve. Fundoset apo jo? Është 32% sa radhe, do jetë 27 radhës tjetër e kështu me radhë. Mirë, po pas Sali Berishën, unë besoj që fundoset dhe më shpejt. Sepse shpërbëhet në 500 fraksione që do hajnë kokën e njëri tjetrit, edhe nga ajo parti do dalin 5-6 parti tjera. Hiqësohet politikisht. Dhe këtë gjë e kupton dhe elita drejtuese rreth e qark Berishës në PD. Prandaj dhe nuk e sfidojnë. Ka humbë zgjedhje në mënyrë spektakolare Sali Berisha. S'ka dal një deputet ti thot, ore mbaj çik përgjegjësia. Lere jep dorëheqjen si ja thot njëri, po mbaj çik përgjegjësi o burr. Edhe ky personazh i Korsu, si Lir Vrenozi, po ta vesh re. Po. Edhe ai që domethënë është ky si zëri PD-sit popullor, edhe ai matet thot Sali Berisha, po mezia, si thua, mezia përmend emrin. Më tepër e ka me mbështetësit rreth e qark Berishës se me Berishën vet. Sepse kjo është ajo që kanë kuptuar në PD, besoj të gjithë. Me Berishën humbim, pa Berishën vazhdojmë të humbim. Kjo është tragjedia saj partie që është krijuar dhe ndërtuar si parti e njeriu dhe do vdes si parti e njeriu. Prandaj nuk ka të ardhme si parti.